Transformo, mos u konformo. Romakët 12, vargjet 1 dhe 2. Jeta jon është adhurim për Zotin. Ju bëj thirrje pra, vëllezër, me anë të mëshirës së Perëndisë ta paraqitni trupin tuaj si flitë të gjallë. Pse këto dy vargje janë pika kthes tek Romakët? Fjala greke pra aun është ura midis 11 kapitujve teologjik dhe jetës së përditshme. Pali nuk fillon me etikë të zhveshur prej teologjisë, por thot adhurimi është përgjigja natyrale e një zemre që ka kuptuar hirin. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë dashurinë, mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Struktura e letrës drejtuar Romakëve. Kapitujt 1 deri në 3 flet gjithë njerëzimi është në mëkat. Kapitujt 3 deri në 5 është drejtësimi me anë të besimit. Kapitujt 6 deri në 8 jeta e re në Krishtin. Kapitujt 9 deri në 11 është plani sovran i Perëndisë për Izraelin. Tani vim te kapitulli 12, vargjet 1-2 është pika kthes nga doktrina tek jeta. Dhe Perëndia fton gjithë secilin prej nesh me duke na ftuar që të transformohemi dhe mos të konformohemi me këtë botë. Kapitulli 12 deri në 16, pra kapitujt e fundit, është etika praktike e krishterë. Pa kapitujt 1 deri në 11 vargjet bëhen boshe. Me themelin teologjik, kapitulli 12 vargjet 1 dhe 2 bëhen doksologjia. Pra pa themelin mbetet thirrje moraliste të zhveshura. Adhurimi i vërtet çon drejt marrëdhënieve të shëndetshme. Teksti biblik, vargjet 1 dhe 2. Ju bëj thirrje pra vëllezër me anë të mëshirës së Perëndisë ta paraqitni trupin tuaj si flitë të gjallë, të shenjtë, të pëlqyer nga Perëndia, që është shërbesa juaj e mendjes. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por shndërrohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj që të provoni cili është vullneti i Perëndisë, i mirë, i pëlqyer dhe i përsosur. Kush ishin marrësit e kësaj letre? Ishte kisha në Rom, judeo-kristiane, plus jo hebrejnë të kthyer në besim. Ata kishin një tension, probleme që kishin në atë kohë ishte midis grupeve, të adresuar drejt për drejt në kapitujt 14 dhe 15. Pali na fton dhe na kujton në këtë letër, edhe në do të ndalemi më detaje, adhurimi vërtet çon në marrëdhënie të shëndetshme në trup, por gjithashtu çfarë është më rëndësishme, adhurimi i vërtet të çon edhe në marrëdhënie të shëndosh me Perëndin. Një analizë e thelluar e fjalëve kyçe. Ju bëj thirrje dhe mëshirat. Fjala greke parakalo është edhe thot mbat kuptimin të lutesh, të nxitesh, të ngushëllosh, nuk është një urdhër ushtarak. Pra të bën një lutje, një lloj nxitje në mënyrë që ti të vazhdosh. Fjala mëshirat që është okitiromon, është mëshirat, është në numrin shumës, drejtësimi, birësimi, siguria, baza motivuese për adhurim. Pra nëse neve përjetojmë mëshirën e Perëndisë, neve gjithashtu do të kemi bazë të vërtet për adhurimin e Perëndisë. Themeli i bindjes së krishterë nuk është ligji, është hiri. Bindja vjen për shkak të gëzimit ndaj asaj çfarë Perëndia tashmë ka bërë. Tek pjesa tjetër e vargut 1, do ta paraqitni dhe trupin tuaj. Parastes saj, akti vendimtar i vetëdijshëm i dorëzimit, si kafsha që paraqitej para altarit. Levitiku kapitulli 1 vargu 3. Pali u zhvendos nga rituali drejt gjithë jetës. Pra nafton që të jemi të fokusuar tek jeta, mënyra se si jetojmë, mënyra se si trajtojmë veten tonë. Pse trupi një shpirtin? Kundër platonizmit grek, trupi nuk është i keq. Trupi përfshin metonimikisht gjithë personin, duart, gojën, kohën, energjinë. Pra Pali po thot, shiko, dhe trupi është i rëndësishëm dhe ai i fton besimtarët që ta paraqisni veten tuaj, trupin tuaj, pra si flitë të gjallë. Tek Korintasit Pali na kujton që trupi ynë është
tempulli i Perëndis. Fli i gjallë. Flia e dhjatës së vjetër është kafsha vrite bëje fli sepse vdiste. Ndërkohë që flia e Krishtit, pra tek Testamenti i Ri, vdesi ndaj vetes çdo ditë duke jetuar. Pra, nëse neve jetojmë për Perëndin, atëherë është dhurata që ne i kthejmë Perëndis për ditën që na ka dhuruar që të jetojmë. E shenjtë e pëlqyer, shërbesa e mendjes. Hagia, fjala përkthehet e shenjtë, e ndarë me një anë destinacion, trupi takon Perëndis, jo botës. E uraseston, e pëlqyer, qëllimi nuk është të kënaqësh njerëzit, por të kënaqësh Perëndis. Logiken latrejan, shërbesa e mendjes, adhurimi i vërtet, jo vetëm ritual, por gjithë jeta e dorëzuar. Pra, jemi të fokusuar tek marrëdhënia jonë me Perëndin, mënyra se si ne jetojmë, mënyra se si ne i dorëzohemi Perëndisë është shumë e rëndësishme. Vargu 2, transformimi i brendshëm, është konformimi kundër shndërrimit. Fjala konformim në greqishten e vjetër është syskematizo, nga jashtë drejt brendësisë shpirtërore, i imponuar nga bota, si përfaqësor, kalimtar, pasiv, ndodh nëse nuk rezistohet, pra ti konformohesh. Ndërkohë që shndërrimi, fjala greke për fjalën shndërrim ose transformim, do të ishte metamorfosthe, nga brenda pra jashtë, i prodhuar nga fryma e shenjtë, i thellë, i qëndrueshëm, aktiv dhe kërkon bashkëpunim. Pra në përditësinë tënde, mënyrën se si ti jeton dhe beson, atëherë ti po adhuron Perëndin nëpërmjet jetës tënde. Lufta ndodh kryesisht në mendje. Ripërtëritja e mendjes është një nga hapat tjera shumë të rëndësishme në marrëdhënien tonë me Perëndin dhe mënyrën se si ne adhurojmë Perëndin. Krishtërimi nuk është thjesht emocion, as rregull i jashtëm. Pra krishtërimi është më tepër se sa kaq, është ti e ndjen ato çdo ditë, mënyrën se si ti jeton, mënyrën se si ti vepron, mënyrën se si ha, mënyrën se si vishesh, mënyrën se si flet, ti përjeton Perëndin. Lufta zhvillohet në mendimet, bindjet, supozimet themelore, vjen përmes fjalës, lutjes dhe bashkësisë me frymën, lidhet drejt për drejt me Romakët 6 deri në 8. Të dalluarit, të provosh vullnetin e Perëndisë. Dokimazein, testim, vlerësim, si ari në zjarr, aftësie kultivuar e dallimit, jo njohurisë teorike. 3 adjektivet e vullnetit të Perëndisë. I mirë, sjell mirëqenie të vërtet, i pëlqyer, që kënaq Perëndin, i përsosur, që është i plot dhe që është gjithëpërfshirës. Sinteza teologjike. Indikativi para imperativit. Indikativi, ne jemi të drejtësuar përmes hirit. Romakët, kapitujt e Romakëve 1 deri në 11. Imperativi na bën hym tek kapitulli 12 dhe na bën urdhrin Perëndia, ose na thot urdhrin Perëndia, pra paraqitni trupin tuaj si fli të gjallët. Jeni, jetojeni, ajo nëse ne e quajmë veten tonë bij të Perëndisë, atëherë ne duhet të jetojmë dhe duhet të bindemi vullnetit të Perëndisë. Kjo është renditja e tuhur. Bindja nuk është mjeti për të fituar hirin. Bindja është përgjigje ndaj hirit që tashmë kemi marrë. Dallimi themelor midis legalizimit dhe ungjillit të vërtetë është pikërisht kjo, që ne duhet kuptojmë se kemi marrë mëshirën, hirin e Perëndisë nëpërmjet Jezu Krishtit në kryq. Në momentin që ne kemi marrë dashurinë, hirin e Perëndisë, ne atëherë, edhe nëse e kemi pranuar me gjithë zemër, edhe nëse kemi kuptuar me të vërtetë, bindja jon është përgjigja e këtyre
e këtyre bekimeve, le të themi, që Perëndia na ka derdhur mine, na ka derdhur hirin, na ka derdhur mëshirën, na ka derdhur dashurinë e tij, dhe dashurinë Perëndia tregoi me Jezusin e kryq. Pra dallimi themelor midis legalizimit dhe ungjillit është pikërisht kjo. Ti mund të dish anën ligjore, por ajo çfarë është e rëndësishme me Perëndinë është dashuria triumfon. Flije gjallë në jetën e përditshme. Kur ne jemi në punë, të jemi të ndershëm, të përkushtuar, edhe të respektuar me njëri tjetrin. Mënyra se si neve flasim të vërtetë me dashuri, për inkurajim dhe bekim, jo për të vrarë. Në kohë, burim që i takon Perëndis, pra koha jon që shpenzohet duhet të jetë për Perëndin në trup. Pra kur ne kujdesemi, përkushtojmë kujdes shëndetësor dhe pastërti morale dhe trupit ton. Disa pyetje për reflektim personal: cilat janë mëshirat konkrete të Perëndis në jetën time? Në cilat fusha e paraqes trupin tim si fli e në cilat jo akoma? Çfarë model ose modele të botës më kanë formësuar pa u vënë re? Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Me këto tre pyetje ne mund të analizojmë veten tonë edhe të shikojmë ku neve kemi në nevojë të punojmë për të ndryshuar veten tonë, por gjithashtu për të adhuruar Perëndin. Çfarë na mëson adhurimi i vërtet? Adhurimi i vërtet buron nga hiri, jo nga frika. Adhurimi i vërtet përfshin të gjithë personin. Adhurimi i vërtet është i vazhdueshëm, jo akt i vetëm. Adhurimi i vërtet kërkon rezistencë aktive ndaj botës. Adhurimi i vërtet ndodh kryesisht në mendje. Adhurimi i vërtet të çon te aftësia për të dalluar, premton plotësi dhe jo humbje. Gjithçka bëhet shërbes e shenjtë kur paraqitet me dëshirë para Atij që e ka dhënë gjithçka për ne. Zoti ju bekoft.